Festivali Shqiptar i Usterit këtë fundjavë shënon 42 vite veprimtari. Si përherë në sheshin e kishës së Shënmaris, që me ndërtimin e saj në edisin e ri në vitin 1982, ky festival ka marrë një popularitet dhe frekuentohet nga shumë qytetarë të Usterit, nga vizitorë prej shtetit të Massachusettsit, si dhe nga disa shtete fqinj ku sigurisht ka bashkëkombës shqiptar. I njohur për muzikën dhe vallet popullore, gatimet, kostumet etnografike nga krahinat ndryshme, kudo ku jetojnë shqiptarë në trojet e tyre, ky festival përshëndetet zyrtarisht nga përfaqësues të pushtetit vendor. Mikpritjen e dhan Atë Markdoku dhe Ilia Terova, që është bashkëdrejtues i bordit të festivalit shqiptar të Usterit, të cilët përveç përgëzimit të vullnetarëve dhe sponsorëve, ftuan këshilltarët bashkiak dhe i lanë vendin njohjes me shpalljen zyrtare të 3 ditëve të festivalit, e cila u dha nga kryetari i bashkisë Jozef Peti dhe më tej përshëndetën prokurori i qarkut Joseph Early dhe sherifi Lu Evangelaidis. Nga të gjithë ata u çmua roli i shqiptarëve në qeverisjen vendore, rolin e tyre në bashkësinë e Usterit dhe besimin shpirtëror për ta bërë qytetin edhe më të mirë. Nga Akademia Ortodokse Shën Kozmajt falenderuan Filip Ekonomu dhe Franklis Druli për nevojën e një orientimi në baza klasike të fëmijëve për mësimin që udhëhiqet nga dijet e urta, e vërteta dhe ushqejnë një shpirt të bukur. Sherifi Lu Evangelaidis, i cili shprehu se është një nip krenar shqiptar dhe festivalin e shijon me një temp cilësish si muzika, shoqëria, ushqimi që nuk i mund dot, tha se shqiptarët janë njerëz punëtor dhe kjo ka marrë shpërblimin më të mirë në Shtetet e Bashkuara që janë një shtet i fuqishëm në botë. Duket si e pamundur që fundjava e parë e muajit qershor, kur ky festival zhvillohet një herë në 2 vite, të kapi shifrat e 15.000 vetave si vizitor. Por në të vërtetë ky është realitet, pasi kisha e Shënmaris është e rrethuar nga rruga Gjergj Kastrioti Skënderbeu që në vitin 2023 dhe gjithmonë ka shprehur një rritje të veprimtarive të bashkëkombësve shqiptar.